Armando Broja është drejt një transferimi në Serie A, ndërkohë ekziston një mundësi që të mbetet pjesë e Burnleyt në Championship, vetëm pas afrimit të trajnerit të ri. Së fundmi, raportohet se Craig Bellamy do të marrë drejtimin e Burnleyt. Bëhet fjalë për trajnerin e kombëtares së Walesit, ndërsa klubi anglez ka rënë dakord për t'i paguar 700.000 euro atyre për prishjen e kontratës. 46 vjeçari e ka rikthim te Burnley, ku do të vendos përfundimisht edhe për të ardhmen e Brojës ndër të tjera. Në periudhën 2022-2024 ishte ndihmë trajner te Burnley. Po ashtu, Bellamy pritet të jetë tekniku më i paguar i Championship. Synim është rikthimi në elitën e futbollit anglez. Gabriel Kulla është kthyer në vitet e fundit në një nga emrat më të spikatur në kampionatin Primavera në Itali, duke veshur fanellën e Sassuolos. Në sezonin e fundit, ai u shpall edhe sulmuesi më i mirë i kampionatit të rinjve në Itali. Kjo ka bërë që klubi i Sassuolos të vendosë të blindojë menjëherë talentin shqiptar, i cili aktualisht përfaqëson gjyrat kuqezi me Shqipërinë U19. Palët kanë hedhur firmën mbi një kontratë që e lidh me skuadrën e Series A deri në vitin 2030. US Sassuolo është i lumtur të komunikojë zgjatjen e kontratës së Gabriel Kullës deri më 30 qershor 2016. Qendër sulmuesi i ditëlindjes 2008 ka kaluar 3 sezone me fanellën e këtij ekipi, me të fundit në radhët e skuadrës Primavera. Në kampionatin për U20, futbollisti 18 vjeçar ka rënë në sy me 16 gola dhe 8 asiste, duke merituar Primavera Best Awards 2026 si sulmuesi më i mirë, shkruhej në njoftimin e Sassuolos për sulmuesin. Klubi i Veronës ka bërë lëvizjen e parë të merkatos së verës, duke afruar një mesfushor shqiptar. Leorat Bega i është bashkuar klubit të Saporon në Serin B, duke nënshkruar një kontratë 3 vjeçare. Mesfushori 22 vjeçar ka qenë pjesë e Stade Nyon në sezonet e fundit në Zvicër dhe tashmë është bërë pjesë e klubit italian, me të cilin ka nënshkruar deri në qershorin e vitit 2029. Bega ka qenë pjesë e akademisë së Freiburgut në Gjermani, para se të bëhej pjesë e ekipit të Ville në Zvicër, ndërsa në 2 sezonet e kaluara ishte pjesë e Stade Nyon në kategorinë e dytë zvicerane. Mesfushori ka përfaqësuar Zvicrën me ekipet e moshave U19 në të kaluarën. Luis Hasa shfaqet gjithmonë më pranë Avelinos, që është pjesë e Series B në Itali. Kartonin e 22 vjeçarit e zotëron Napoli, me të cilin ka kontratë deri në vitin 2029. Alfredo Pedula është gazetari që zbulon se do të ketë një takim mes përfaqësuesve të Avelinos dhe Napolit. Kujtojmë se Hasa ishte risia e madhe e kombëtares në qershor, ndërsa këtë vit vendosi të hiqte dorë përfundimisht nga Italia për të përfaqësuar Shqipërinë. Avellino po kërkon një mesfushor ofensiv që mund të luajë edhe si trekuartist. 2 javë më parë, më 10 qershor, ju kishim zbuluar disa emra, përfshirë edhe atë të Luis Hasa, i cili është në pronësi të Napolit. Në ditët në vijim, do të zhvillohet një takim mes klubeve për të gjetur një marrëveshje. Në listën e kandidatëve janë edhe Fabio Maestro, David Girma dhe Giacomo Olzer, por Avellino po përpiqet të përshpejtojë negociatat për Hasan, shkruan Pedula. Sivasspor ndodhet në një situatë serioze financiare dhe organizative, ku drejtues të klubit kanë paralajmëruar një afat kritik prej rreth 10 ditësh për shlyerjen e detyrimeve ndaj futbollistëve. Nëse pagesat nuk kryen brenda këtij afati, lojtarët mund të përfitojnë të drejtën e zgjidhjes së njëanshme të kontratave, gjë që do ta çonte klubin në një krizë edhe më të thellë, me rrezik real të humbjes së pjesës më të madhe të skuadrës. Në qendër të kësaj situate është edhe sulmuesi shqiptar Rej Manaj, për të cilin raportohen pagesa të prapambetura. Nëse detyrimet financiare nuk shlyen brenda afatit ligjor, edhe ai mund të aktivizojë të drejtën për të prishur kontratën në mënyrë të njëanshme. Brenda klubit flitet për një situatë emergjente, ku dështimi për të vepruar në kohë mund të çojë Sivassporin drejt një krize të thellë sportive dhe financiare, me pasoja që rrezikojnë seriozisht stabilitetin e tij për sezonin e ardhshëm. Vetëm pak ditë më parë, në mediat turke u raportua se pritej largimi i Manajt për shkak se klubi e kishte të vështirë të përmbushte kërkesat e tij financiare, dhe me sa duket, largimi tashmë është zgjidhja e vetme. Kristian Aslani është në udhkryq gjatë kësaj vere, pasi nuk ka ende të qartë se ku do të vazhdojë karriera e tij. Nëse një vit më parë ishte mesfushori ai që i diktonte kushtet Interit për një largim të mundshëm nga Zikaltrit, tani janë këta të fundit që diktojnë gjithçka
duke i krijuar jo pak probleme futbollistit. Sipas mediave italiane, vendimi i Interit është që të shes përfundimisht kartonin e Aslanit dhe jo të lejojë më huazimin me të drejtë blerje. Ka disa klube të interesuara për të transferuar mesfushorin, mes të cilëve Cagliari, i cili ka kërkuar informacione rreth tij. Por përgjigja e Interit ka bërë që diskutimet të mbyllen shpejt, pasi kampionët e Italisë kanë bërë të qartë që kërkojnë rreth 10 milion euro për kartonin e mesfushorit. Kjo është një shifër shumë e lartë, të cilën sardët nuk e përballojnë dot, dhe për këtë arsye janë tërhequr menjëherë. E njëjta situatë ka bërë të tërhiqen edhe klube të tjera, dhe kujtojmë se edhe Beshiktashi ka cilësuar të papërshtatshme klauzolën prej 11 milion euro të Interit që kishte në kontratën e huazimit. Ndaj për momentin, Aslani është në ajër sa i përket të ardhmes, dhe i mbetet të shpresojë që zikaltrit të ulin kërkesat për të, pasi përndryshe rrezikon të mbetet si spektator në klub. Kombëtarja shqiptare vazhdon të konfirmojë rritjen e saj jo vetëm në fushën e lojës, por edhe në aspektin ekonomik, sipas të dhënave të fundit të vlerave të trekut, ku Shëzind kanë një vlerë të përgjithshme prej 88.8 milionë eurosh. Mesfusha rezulton në repartin më i kushtueshëm i ekipit, ndërsa disa prej futbollistëve më të rinj të kombëtares vijojnë të rrisin ndjeshëm vlerën e tyre në tregun evropian. Në krye të listës qëndron Anis Mehmeti, i cili është aktualisht lojtari më i shtrenjtë i skuadrës, ndërsa në fund të renditjes gjenden futbollistë me eksperiencë dhe role më të kufizuara në përfaqësuese. Më të shtrenjtët. Në krye të listës së futbollistëve më të vefshëm të kombëtares shqiptare renditet Anis Mehmeti me një vlerë tregu prej 15 milionë eurosh, sulmuesi i krahut dhe mesfushori ofensiv, po kalon një moment të rëndësishëm në karrierë dhe konsiderohet aktualisht aseti më i kushtueshëm i kuqezimve. Pas tij vjen Kristian Aslani me 12 milionë euro. Mesfushori organizator mbetet një nga lojtarët më të rëndësishëm të Shqipërisë dhe një nga emrat me potencialin më të madh për të rritur më tej vlerën në vitet e ardhshme. Podiumi plotësohet në sulmuesi Mirlind Daku me 9 milionë euro, i cili ka fituar terren fal paraqitjeve të mira dhe golave të shënuar. Më pas vin Mario Mitaj me 6 milionë euro dhe Armando Broja me 5 milionë euro. Lista e 10 futbollistëve më të shtrenjtë plotësohet në Luis Hasa dhe Christian Shpendi me nga 4.5 milionë euro secili, ndërsa Berat Gjimshiti dhe Myrto Uzuni vlerësohen me nga 4 milionë euro. Në vendet pasuese renditen Julian Shehu me 3.5 milionë euro. Vlerat më të ulta. Në anën tjetër të renditjes gjenden lojtarët me vlerat më modeste të tregut. Mbrojtësi Naser Ali rezulton futbollistin me vlerën më të ulët me emrave të paraqitur me 300.000 euro, pas tij renditet portieri Panoqirko me 400.000 euro, Simon Simoni, Arlinda Jeti dhe Bujar Plana kanë secili nga 600.000 euro vlerë tregu, ndërsa portieri Alen Sherri vlerësohet me 800.000 euro. Këto shifra nuk reflektojnë të mosdoshmërisht të rëndësinë e tyre në grup, por lidhen kryesisht me moshën, kampionatin ku aktivizohen dhe perspektivën e shitjes në tregun ndërkombëtar të transferimeve. Vlera sipas reparteve. Analiza skuadrës sipas reparteve tregon qartë se forca ekonomike e kombëtares shqiptare ndodhet në mesfushë. Ky repart ka një vlerë totale prej 43.6 milionë eurosh, duke përbërë pothuajse gjysmën e vlerës së përgjithshme të ekipit. Sulmi identiteti tyti me 26.9 milionë euro falemrave si Mirlind Daku, Armando Broja, Myrto Uzuni dhe Christian Shpendi. Kjo tregon se Shqipëria ka ndërtuar një repart ofensiv me potencial të konsiderueshëm për të ardhmen. Mbrojtja ka një vlerë totale për 16.5 milionë eurosh, ku peshën kryesore e mbajnë Mario Mitaj dhe kapiteni Berat Gjimshiti, ndërkohë portierët profesorë repartin me vlerën më të ulët me vetëm 1.8 milionë euro në total. Kur analizohet përbërja kombëtare shqiptare nga aspekti financiar, bie në sy dominimi mesfushës, e cila profeson repartin më të vlefshëm të skuadrës. Futbollistët e këtij sektori arrin një vlerë totale prej 43.6 milionë eurosh, gati gjysma e gjithë vlerës së ekipit. Pranija e emrave si Anis Mehmeti, Kristian Aslani dhe Luis Hasa ka bërë që mesfusha të jetë zemra jo vetëm e lojës së kuqezimve, por edhe pasurisë së tyre në tregun e transferimeve. Pas mesfushës vjen reparti ofensiv, i cili kap shifrën e 26.9 milionë eurove. Sulmi shqiptar vazhdon të mbështetet e lojtarë me potencial dhe eksperiencë, ku spikasin Mirlind Daku, Armando Broja, Myrto Uzuni dhe Christian Shpendi. Vlera e lartë e këtij reparti tregon se Shqipëria disponon në alternativa cilësore në fazën sulmuese të lojtarë që mbeten të kërkuar në tregun evropian. Mbrojtja renditet e treta me një vlerë totale për 16.5 milionë eurosh. Pjesa më e madhe kësaj shifre mbështetet e Mario Mitaj dhe kapiteni Berat Gjimshiti, dy futbollistë që përfaqësojnë siguri dhe eksperiencë në prapavi. Edhe pse mbrojtja nuk arrin nivelet e mesfushës dhe sulmit në aspektin ekonomik, ajo mbetet një nga pikat më të qëndrueshme të skuadrës kombëtare.
Në fund qëndrojnë portierët mirëvlerë të përgjithshme për 1.8 milion eurosh. Alen Sherri, Simon Simoni dhe Pano Cirko formojnë repartin me vlerën më të ulët në ekip, megjithatë diferenca financiare nuk pasqyron domosdoshmërisht rëndësinë e tyre në fushë. Në total, kombëtarja shqiptare arrin vlerën e 88.8 milion eurove, ndërsa mosha mesatare për 27.4 vjeç tregon se kuqezimtë kanë arritur një ekuilibër mes eksperiencës dhe potencialit për të arritur më tej vlerën e tyre në vitet e ardhshme. Në ndeshjet e shtatorit me shumë gjasa do të ketë afrime të reja ku priten lojtarë që mund të debutojnë, dhe shanset janë që vlera kombëtares në treg do ulet për shkak se mund të vinë lojtarë të rinj në moshë dhe që ende nuk janë konfirmuar.